Instalacioni Tirana Mons në sheshin Nën Tereza ka humbur plotësisht kuptimin e tij fillestar një vit pas inaugurimit si një nga pikat më inovative të kryeqytetit. Një vëzhgim në terren i kryer këtë të martë nga CNA dëshmon se hapësira ka mbetur krejtësisht bosh pas një qytetar që ta vizitoi apo ta shfrytëzoi për qëllimin për të cilin u ngrit. Librat mungojnë në strukturë, ndërsa koncepti një biblioteke publike të hapur duket larg realitetit të përditshëm. Projekti u konceptua nga arkitekti austriak Chris Prek si një ndërhyrje urbane e fokusuar te kultura, arkitektura dhe gjelbërimi me synimin që vetë qytetarët ta pasuronin atë përmes kontributit të tyre, duke sjellë libra dhe shënime personale. Ideja parashikonte krijimin e një oazi ku njerëzit mund të lexonin, pushonin dhe organizonin evente kulturore, ndërsa përdorimi në praktik ka marrë një trajt krejtësisht ndryshe. Për realizimin e kësaj vepre nga xhepat e qytetarëve përmes buxhetit të Bashkisë së Tiranës u derdh një shifër prej rreth 390.000 eurosh me premtimin se do të krijohej një hapësirë qëndrueshme dhe një pikë takimi me artin. Në kohën e inaugurimit e konkretisht në 11 tetor të 2025-s, kryeministri Edi Rama e cilësoi nismën si një histori suksesi dhe një ide të jashtëzakonshme. Ishte fiksuar ta sillte hënën në Shqipëri në vend që të çonte Shqipërinë në hënë. Ja ku jemi. Dhe kjo besoj që është në një farë mënyrë serpentina jon do të qëndroj për një moment, për një çastu, pastaj do të lëviz, ndërkohë që ne do duam të ecim përpara me projekte të mëdha, masive, të cilat do ta vendosin dhe këtë hapësirë në dispozicion të qytetit për parking toksor, por jo vetëm kaq, por përgatisim një projekt shumë të bukur, le të shohim se si do të dalë. Sot përtej degradimit të funksionit kulturor në terren bien në sy problematikat me mirëmbajtjen. Pjesë të tëra të gjelbërimit përfshirë pemë të thata që nuk gëzojnë as kujdesin minimal të ujitjes, dëshmojnë mungesën totale të vëmendjes institucionale. Kjo braktisje merr një peshë edhe më kritike, duke patur parasysh se fondet u administruan nga Bashkia e Tiranës në drejtimin e kryebashkiakut Erion Veliaj, i cili ndodhet në burg përballë 13 akuzave për 5 vepra të rënda penale, duke lënë pas një investim qindra mijëra eurosh të lënë në harres në mes të kryeqytetit.